America First po trondi themelet e partneritetit 80 vjeçar, ndërsa Evropa përballet me zgjedhjen mes varësisë nga Washingtoni dhe autonomisë strategjike. Artikulli i publikuar nga Corriere della Sera sjell një analistë drejt për drejt dhe pa iluzione mbi një nga çarjet më serioze gjeopolitike të dekadave të fundit, rrezikun real të aleancës transatlantike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, një marrëdhënie që ka mbajtur arkitekturën e sigurisë perëndimore për afro 80 vjet. Në qendër të kësaj krize qëndron rikthimi i logjikës America First nën presidencën e Donald Trump, e cila po minon themelet politike, ekonomike dhe strategjike të partneritetit euroatlantik. Sipas Corriere della Sera, Trump nuk e sheh më Evropën si aleate strategjike të barabartë, por si një barë politike dhe ekonomike, e cila duhet ose t'i nënshtrohet interesave amerikane, ose të përballet me pasoja konkrete. Retorika e ashpër ndaj NATO-s, presioni për rritjen e shpenzimeve ushtarake, kërcënimet me tarifa tregtare dhe instrumentalizimi i varësisë energjike evropiane nga LNG-ja amerikane përbën elementët kryesor të kësaj politike përçarëse. Artikulli thekson se kjo nuk është më thjesht një lojë retorike elektorale, por një strategji e mirëfillt pushteti që synon riformatimin e rendit perëndimor sipas interesave afatshkurtra të Washingtonit. Në analizën e gazetës italiane, data 6 shkurt përmendet si një moment simbolik dhe praktik, ku disa vendime amerikane mund të konsiderohen pika kthese për marrëdhëniet SBA-Evropë. Frika kryesore në kryeqytetet evropiane nuk është vetëm distancimi politik i Trump, por fakti se kjo qasje po normalizon idenë se aleancat historike janë të përkohshme dhe të kushtëzuara nga përfitimi i menjëhershëm. Kjo përbën një tronditje serioze për sigurinë evropiane, e cila pas luftës në Ukrainë është mbështetur fort e garancit amerikane. Corriere vëren se reagimi evropian është ende i fragmentuar. Disa vende kërkojnë kompromis për të ruajtur lidhjen me SBA-n, ndërsa të tjera po shtyn gjithnjë më fort drejt autonomisë strategjike evropiane, si në mbrojtje, ashtu edhe në energji. Kjo ndarje e brendshme e bën Evropën më të dobët përballë një Washingtoni që negocion nga pozita force dhe që nuk heziton të përdor presionin ekonomik e politik si instrument diplomatik. Në planin më të gjerë gjeopolitik, artikulli nënvizon se përçarja transatlantike i shërben indirekt aktorëve të tjerë global, veçanërisht Rusisë dhe Kinës, të cilat përfitojnë nga një perëndim më pak i bashkuar dhe më i pasigurt për drejtimin e tij strategjik. Për vendet e vogla dhe të mesme, sidomos në Ballkan, ky zhvillim është veçanërisht shqetësues, pasi dobësimi i boshtit SBA-BE rrit hapësirën për ndikime alternative dhe pasiguri afatgjata. Në përfundim, Corriere della Sera e përshkruan situatën aktuale si një frakturë të madhe, jo ende të pakthyeshme, por mjaft serioze për të vënë në pikë pyetje modelin e aleancës që ka garantuar stabilitetin perëndimor që nga lufta e dytë botërore. Nëse politika e Trump vazhdon në këtë linjë, Evropa do të detyrohet të zgjedhë mes varësisë së kontrolluar nga SBA dhe ndërtimit të një autonomie strategjike që, megjithse e vështirë dhe e kushtueshme, po shfaqet gjithnjë më shumë si domosdoshmëri historike.